President, i nderuar sekretari përgjithshëm, i nderuar sekretari përgjithshëm i Asamblesë Parlamentare, të nderuar kryeparlamentar, të nderuar kolegë, zonja dhe zotërinj. Demokracia nuk dobësohet brenda natës dhe as nuk mbetet e fortë pa përpjekje. Nëpër Evropë, tablot politike po ndryshojnë, besimi tek institucionet po testohet dhe forcat e jashtme kërkojnë të manipulojnë opinionin publik. Radh herë ndodh që këto ndryshime të njoftohen qartësisht, ato përkrahen gradualisht duke riformatuar normat, duke ndikuar tek qeverisja dhe duke sfiduar themelet ku ne mbështetemi. Shqipëria e ka përjetuar në vetë të parë sa e brisht dhe njëkohësisht sa e fortë mund të jetë demokracia. 30 vite më parë, kur Shqipëria u pranua antare e Këshillit të Evropës, pas një izolimi absolut, demokracia për shqiptarët ishte ende vetëm një ideal. Sundimi i ligjit sapo kishte nisur të zëvendësonte partinë shtet dhe partinë ligj, dhe të drejtat e njeriut, sidomos ato politike, fetare e të pronës, kishin filluar të shndërroheshin në një aspirat për qytetarët tanë. Shqipëria, 30 vjet pas antarësimit në Këshillin e Evropës, ka arritur për raportave të Bashkimit Evropian me arritje thelbësore të prekshme në 3 shtyllat kryesore të Organizatës së Madhe Evropiane. Vendimi i Asamblesë Parlamentare i prillit 2024 për të nxjerrë Shqipërinë nga procedura monitorimit të plot është një konfirmim i arritjeve tona. Objektivi strategjik kombëtar i Shqipërisë, vendit tim për antarësimin në Bashkimin Evropian brenda vitit 2030 dhe përfundimin e negociatave teknike brenda vitit 2027 ka gjetur një mbështetje të plot nga Bashkimi Evropian. Vendimi i Parlamentit Evropian për hapjen në Shqipëri të zyrës rajonale për Ballkanin Perëndimor është një rikonfirmim i faktit se Shqipëria është jo vetëm vendi kandidat me vizionin më të qartë, shpejtësinë më të lartë, vendosmërinë më të madhe drejt familjes evropiane, por është edhe një qendër dhe lider në nxitjen e bashkëpunimit rajonal dhe integrimin evropian të vendeve të rajonit tonë. Progresi i Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian është edhe rezultat i bashkëpunimit të ngushtë dhe njohjes nga Këshilli i Evropës e arritjeve tona, sidomos në pavarësinë e degëve të qeverisjes, reformën e thellë dhe gjithëpërfshirëse në drejtësi, luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, mbrojtjen e pakicave dhe të drejtave të njeriut, lirinë e medias. Kuvendi i Shqipërisë mbetet i palëkundër në leadershipin, garantimin e legitimitetit demokratik dhe gjithëpërfshirjen e procesit të integrimit evropian në avancimin dhe thedhimin e reformave, mbështetjen e institucioneve të drejtësisë dhe të pavarësisë së tyre dhe mbrojtjen e vlerave dhe konsolidimin e institucioneve demokratike. Ajo demokraci që dështon të mbajë balancën institucionale rrezikon të humbasë aftësinë për të shërbyer popullit të vet. Kur parlamentet luftojnë për të ushtruar kontrollin, kur kontrollet dhe balancat nisin të dobësohen, qeverisja largohet nga qëllimi i saj thelbësor. Roli i organeve legjislative qëndron shumë përtej miratimit të ligjeve. Roli i tyre qëndron tek aftësia e tyre për të bërë pyetje, për të sfiduar dhe për të bërë qeveri që të jenë llogaridhënëse. Në Shqipëri janë ndërmarrë hapa për të forcuar mbikëqyrjen parlamentare, duke garantuar që institucionet të punojnë me njëri tjetrin dhe jo kundra njëri tjetrit. Kuvendi ka ngritur kohët e fundit 2 komisione të posaçme: Komisionin për thedhimin e luftës kundër korrupsionit dhe për shpejtimin e ritmeve të antarësimit në Bashkimin Evropian, si dhe Komisionin për mbrojtjen e demokracisë nga dezinformimi dhe ndërhyrjet e huaja në procesin demokratik. Megjithatë, institucionet të vetme nuk mund ta mbështesin demokracinë. Ligjet mund të drejtojnë shoqëritë, por besimi i publikut përcakton legitimitetin e tyre. Shqipëria është përpjekur që vendimarrjen të afrojë tek njerëzit, duke hapur kanale të reja për angazhim dhe duke ushqyer një kulturë politike që nxit pjesëmarrjen përtej cikleve zgjedhore. Një sistem që dëgjon ka shumë më tepër mundësi të zgjas. Angazhimi publik varet jo vetëm nga aksesi, por dhe nga ndërgjegjësimi. Individët pa aftësinë për ta vlerësuar informacionin në mënyrë kritike bëhen më vulnerabël ndaj manipulimit dhe debati publik humbet mbështetjen e tij tek diskursi i arsyetuar. Shqipëria ka zgjeruar përpjekjet për edukim të medias, jo si një nismë akademike, por si një përgjigje praktike ndaj një bote
bote ku keq informimi mund të shtrembrojë realitetin. Të nderuar koleg, Këshilli i Evropës nuk është i plot me mungesën e shtetit më të ri të Europës, Kosovës. Vështirë të gjendet një shtet tjetër që pas 26 vitesh liri dhe 17 vitesh pavarësi të ketë ndërtuar një demokraci veprante si Kosova. Prandaj, pranimi i Kosovës në Këshillin e Evropës që gëzon mbështetjen e Asamblesë Parlamentare është kërkesa më e rëndësishme e kryetares së Parlamentit të Shqipërisë ndaj kësaj konference. Demokracitë në vendet tona nuk mund të lulëzojnë në mënyrë të qëndrueshme ndërkohë që sulmohen liria, sovraniteti dhe integriteti i kombeve. Prandaj, mbështetja jonë e palëkundur për Ukrainën kundër agresionit të Rusisë nuk është vetëm një kontribut për paqen e sigurinë, por edhe për mbrojtjen e vlerave dhe sistemin demokratik në vendet tona. Ju uroj vazhdim të suksesshëm të diskutimeve në këtë konferencë të rëndësishme dhe ju falenderoj për vëmendjen.